E të dashur mirë, tani do të ndalim edhe tek disa informata mjaft të rëndësishme, të cilat do t'i marrim përmes Jehonës në një lidhje direkte, siç janë këto informata për energjinë elektrike, ujë, nëse do të ketë reduktime apo jo, po ashtu edhe lëvizjet me trafikun urban, cilat do të jenë orarët dhe deri kur mund të lëvizje me trafikun urban, do ta kuptojmë tutje përmes kësaj lidhje direkte. Mirëmëngjes Jehon, a keni ftohtë jashtë apo jo, edhe cilat janë informatat që do t'i ndash me ne? Mirëmëngjes Agnesa, mirëmëngjes për gjithë shikuesit e Koha Vizionit. Është pak ftohtë, megjithatë ne hym brenda këtu në garazhin e trafikut urban, pasi që është pak të themi më ngrohtë, ndoshta për shkak se nuk ka erë, kështu që për shkak se temperaturat janë edhe në minus, është kogja ftohtë jashtë. Po shpresojmë që më vonë pra të bëhet pra të ulin këto temperatura dhe të jetë sa të pak më mirë. Pra, si që të seke, pra tashmë do të njoftojmë edhe sa i përket të gjitha informacioneve, sikur rryma, uji, ngrohja edhe trafiku urban, pra se si do të punoj sot, për shkak se këto janë informacionet më të rëndësishme ndoshta gjatë ditës së sotme, pasi që përgatitet për fesin apo edhe për darkën e fundvitit, veç se filloi në mëngjes, kështu që të gjithë dëshirojmë që të dimë nëse do të kemi energji, ujë të paktën dhe po ashtu edhe transport, pasi që në mënyrë që të mund të bëhen pra të gjitha përgatitet e darkës fundvitit. Ne kështu kemi marrë edhe disa informacione nga këto kompani, ndërsa përderisa nga KEZ, veç se na kanë njoftuar se janë duke punuar pra me kapacitetet e plota dhe në mënyrë të pandalshme, në mënyrë që të mos ketë pra ndalje. Si pas njoftimit apo edhe përgjigjes që kanë dhënë, unë tashmë veç se po e lexoj. Thuhet se KEZ është duke punuar intensivisht në planin operativ për furnizim të qëndrueshëm me energji elektrike gjatë ndërrimit të motomotëve. Ju njoftojmë se janë bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme paraprake si nga aspekti organizativ, teknik dhe logjistik, në mënyrë që në natën e ndërrimit të motomotëve të ketë furnizim stabil me energji elektrike, përkundër rritjes së lartë të konsumit dhe ngarkesës në rrjetet në nivele të papara, pra krahasuar me ato të viteve të kaluara. Pra ne kemi ndërmarrë dhe po ndërmarrim veprime në mënyrë që sistemi i shpërndarjes të përballojë këtë konsum të lartë, duke angazhuar afro 500 punëtorë në terren dhe jo vetëm, në rast të ndonjë avarie të mundshme për intervenime të menjëhershme. Parashihet të ketë furnizim të rregullt me energji përkundër gjithë konsumit të lartë. Vendet më të afektuara mund të jenë Prizreni, Dragashi, Rahovesi, Shtimja, Zërza, Malisheva, Thëranda dhe Lipjani, si rrjedhojë e mungesës së kapaciteteve nga ana e transmisionit. Pra, me datën 29 dhjetor në orën 23 është arritur piku më i lartë në nivelin e shpërndarjes me vlerë prej 1418 MW, e cila pra e tregon një rritje prej 7.5% nëse e krahasojmë me vitin e kaluar. Pra këto janë informacione sa i përket nga KEZ, ndërsa nga KRU Prishtina kanë deklaruar po ashtu se me të gjitha kapacitetet tona teknike dhe humane, ekipet e KRU Prishtina do të jenë në gatishmëri të plotë dhe të angazhuar vazhdimisht për të siguruar furnizim sa më të rregullt dhe të qëndrueshëm me ujë për të gjithë konsumatorët. Gjatë periudhës së ndërrimit të motomotëve, kur mund të paraqiten sfida teknike apo kushte të pafavorshme atmosferike, do të ndërmerren të gjitha masat e nevojshme për parandalimin dhe menaxhimin me kohë të çdo situate, me qëllim minimalizimin e çrregullimeve në furnizim dhe ruajtjen e cilësisë së shërbimit. Pra, këto janë marrë të gjitha masat sipas KEZ-it dhe KRU Prishtina, ndërsa edhe Termokos paralajmëron se veçse janë ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshme pra për të pasur ngrohje në këto ditë feste. Sipas ndërmarrjes publike Termokos, thuhet se kanë ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme në funksion të ofrimit të ngrohjes së mjaftueshme dhe cilësore për mbi 25.000 njësi banesore dhe afariste që janë aktualisht duke u furnizuar me ngrohje. Në kuadër të angazhimeve të rregullta, me një kujdes të shtuar janë mobilizuar ekipe shtesë të kujdesarisë gjatë ditëve festive, në mënyrë që për festën e ndërrimit të motomotëve konsumatorëve tanë të kenë ambiente sa më të ngrohta në banicat e tyre. Për çdo eventualitet, ekipet tona do të jenë në gjendje gatishmërie që për çdo problem që do të paraqitet të intervenojnë sa më shpejt, që do të jetë mundur për të evituar problemin dhe për të rikthyer ngrohjen tek konsumatorët tonë. Pra edhe kjo ishte deklarata e NP Termokosit, e cilet pra thuhet se gjithçka do të jetë në rregull dhe po shpresojmë që edhe kështu të jetë. Ndërsa sa i përket trafikut urban, ne jemi këtu tek trafiku urban dhe për këtë do të flasim
edhe me drejtorin e transportit të kësaj ndërmarrjeje, Kujtim Bërbatosi, i cili pra do të na njoftoj sa do të ketë sot gjatë gjithë kohës me orale të rregullta transport, apo do të ketë ndoshta edhe reduktimet e tyre. Faleminderit shumë Kujtim që na pranuat jeni. Mirëmëngjes Jehon, mirëmëngjes shikues të Kohavizionit, mirëmëngjes qytetar Prishtinës, mirëmëngjes shfrytëzues të transportit publik. Ju njoftojmë se trafiku urban si çdo vit tjetër edhe këtë vit do të ketë organizim transporti të rregull që nga orët e hershme të mëngjesit në orën 6 deri në orën 24. Gjithashtu ditëve të festave, nga data 1, 2, 3 dhe 4 do të ketë orar të vikendeve, orari i cili është i publikuar në faqen e trafikut urban, si dhe në aplikacionin e trafikut urban, do të thotë linja 1, 2, 3 dhe 4 do të ketë transport publik që nga ora 6 në mëngjes deri në orën 24, gjithashtu dhe linjat e tjera deri në orën 22 do të ketë transport publik çdo 10 minuta. Nëse çdo vit edhe këtë vit përkujdesem për qytetarët e Prishtinës, në mënyrë që qytetarët të kenë transport të rregull, në mënyrë që qytetarët të mund të shfrytëzojnë transportin publik për shërbimet e tyre, qoftë për pazaret për këtë natë të vitit të ri, apo për pjesëmarrje në ahengjet e ndryshme në sheshet e Prishtinës apo në format e tjera festive. Trafiku urban ka një obligim shtesë tash tutje, për arsye se na çdo vit po rritemi, tani në këtë vit kemi arritur maksimumin e shfrytëzuesve të transportit publik, kemi arritur në mbi 12 milion qytetarë që kanë shfrytëzuar brenda vitit 2025 transportin publik, fal angazhimit ton, fal përkujdesit ton, fal ofertave dhe mundësive që trafiku urban ka ofruar së bashku me Komunën e Prishtinës. Do të trafiku urban do të kujdeset gjatë këtyre ditëve të festive dhe vikendit në mënyrë që të ketë transport publik të rregullt. Pra sot do të ketë deri në orën 12 si zakonisht dhe nesër dhe pas nesër po njësoj. Po me orar të rregullt. Mirë, po me orar të vikendit, orari i cili është i planifikuar çdo 10 minuta për secilën linjë. Çfarë do thotë ky orari vikendeve? Orari vikendit është orar pak më i reduktuar se ditëve të punës, mirë po që është orari i zakonshëm. Në rregull, pra faleminderit shumë atëherë të gjitha këto informacione që ndohet me neve dhe për gjithë shikuesit e Kohavizionit. Faleminderit për juve, ju urojmë qytetarëve vitin e ri 2026, një vit të ri të suksesshëm dhe të shëndetshëm dhe shpresojmë që viti 2026 të na sjellë rritësi shumë të mëdha në transportin publik dhe në përgjithësinë e zhvillimit në vend. Faleminderit shumë. Atëherë, këto ishin informacione sa i përket pra transportit urban dhe po ashtu edhe kompanive tjera, pra si energjia elektrike, uji apo edhe ngrohja, kështu që me këto informacione Agnes po e kthej linjën tek ju. Faleminderit shumë Jehon, mjaft informacione të vlefshme në fakt për shkak se na nevojitet me ditë